Shkruan Gjergj Zefi. Snežana Paunović, e cila trazoi opinionin shqiptar me deklaratën e saj tronditse në median proqeveritare serbe Kurir, nuk është as pak viktime e qeverisjes së shqiptarëve në Republikën e Kosovës. Përkundrazi, ajo është një nga përfitueset më të mëdha të realitetit të krijuar pas çlirimit të Kosovës dhe largimit të regjimit të idullit të saj politik Slobodan Milošević, në partinë e cilit vazhdon të militojë edhe sot. Paunović ka drejtuar një kompani të madhe farmaceutike, e cila pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës u shndërrua në një nga operatorët më të rëndësishëm në tregun e rajonit të Pejës. Shoqëria që ajo drejtoi pas së cilës qëndrojnë emrat njohur të oligarkisë financiare serbe, mbetet edhe sot një nga aktorët më të fuqishëm ekonomik në Kosovë. Ajo nuk u vendos rastësisht në atë pozicion. Ka qenë pjesë e rrjetit politik dhe ekonomik të Ivica Dačićit, kreut Parti Socialiste të Serbisë dhe një prej aleatëve më të rëndësishëm të Aleksandar Vučićit. Ishte pikërisht Dačić ai që e promovoi Snežana Paunovićin, një ekonomiste e re në atë kohë, në drejtimin e bordit të një prej ndërmarrjeve publike më fitimprurse të Serbisë, një emërim që erdhi si rezultati besnikërisë politike. Më pas Snežana Paunović u emërua supervizore e bordit të aeroportit Nikola Tesla të Beogradit, institucioni që deri para pak vitesh konsiderohej aeroporti më i rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor. Sot ai është tejkaluar nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës. Snežana Paunović, që vjen nga komuniteti serb i Kosovës, nuk është gjë tjetër veç se një prej figurave më të afërta të Ivica Dačićit. Edhe Dačić vjen nga familjet serbe të Kosovës që mbështetën ngritjen politike të Slobodan Miloševićit në vitin 89, duke ndihmuar eliminimin politik të rivalëve të tij brenda lidhjes komuniste serbe. Partia Socialiste e Serbisë mbartet edhe sot një nga trashëgimit më të errta politike të vendit. Ajo nuk arrin të fitojë mbështetje domethënse as në zonat tradicionalisht më nacionaliste të Serbisë, madje as Požarevc, vendlindjen e Slobodan Miloševićit. Për këtë arsye, fokusi i saj politik dhe ekonomik është vendosur prej kohësh drejt Kosovës, edhe drejt rrjeteve që e mbajnë gjallë interesin strategjik të Serbisë për atë territor. Mes tyre janë Rusia, satelitët e saj politik, Kisha Ortodokse serbe dhe strukturat e thella të shtetit serb. Deklarata e Snežana Paunović nuk është thjesht një opinion personal. Ajo pasqyron një mënyrë të menduari që vazhdon të ekzistojë në një pjesë të elitës politike serbe. Në thelb, mesazhi i saj ishte se Serbia synonte spastrimin etnik të Kosovës, por u pengua ta realizonte. Një deklaratë me përmbajtje të rëndë që do të pritej të shkaktonte reagimet menjëhershme në Beograd. Por kjo nuk ndodhi. Paunović mund të jetë një figurë ekstremiste. Megjithatë, deklarata e saj nuk duket se është produkt vetëm i bindjeve personale apo indikimit të Ivica Dačićit. Ajo ngjan më shumë si një mesazh i testuar për opinionin publik serb, një përpjekje për ta rikthyer çështjen e Kosovës në qendër të debatit politik përpara proceseve të ardhshme zgjedhore. Snežana Paunović, Ivica Dačić, Aleksandar Vučić dhe një pjesë e madhe e klasës politike serbe vazhdojnë ta trajtojnë Kosovën përmes mitit të humbjes së vitit 89. Ndërkohë, për shumë serb të Kosovës, Beogradi është ndëruar në një bankomat politik dhe financiar, ndërsa vetë Kosova përdoret si instrument presioni në negociatat ndërkombëtare. Përtej retorikës, Serbia mbetet një shtet me aspirata ekspansioniste dhe sipas këtij interpretimi nuk do ta njohë Kosovën në kufi dhe realitetin e saj aktual. Nëse një njohje do të ndodhte ndonjëherë, ajo do të lidhej vetëm me një marrëveshje të re politike që do të ndryshonte statusin ekzistues për te ambujes. Shpalljes së pavarësisë së vitit 2008 apo rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit. Pikërisht këtu qëndron pesha reale e deklaratës së ministres serbe. Ajo duket se është hedhur në qarkullim si pjesë e një përgatitje politike për zhvillimet që mund të vinë. Prandaj pyetja më e rëndësishme nuk është se çfarë mendon Snežana Paunović, por sa të përgatitur janë shqiptarët dhe veçanërisht institucionet e Kosovës për një fazë të renegociatash ndërkombëtare. Një plan kombëtar për vijat e kuqe, interesat strategjike dhe të ardhmen e shtetit të Kosovës bëhet gjithnjë më i domosdoshëm. Historia e vitit 1913 tregon se ndarjet e mëdha nuk ndodhin gjithmonë me dëshirën e kombeve të vegjël, por me vendime të fuqive të mëdha. Dhe pikërisht për këtë arsye shqiptarët duhet të jenë të përgatitur, sepse siç tregoi historia, Serbia nuk arriti ta realizojë me forcë atë që synonte, dhe kjo mbetet fakt pavarësisht retorikës së sotme.